Jam doktor Azbi Agushi, anesteziolog, i angazhuar si koordinator spitalor nga Ministria e Shëndetësisë për disa vite radhazi. Duke folur për transplantimin e organeve, porosia ime është që të përkrahet ky proces jo për faktin se ka nevojë sistemi shëndetësor, por porosia është që të përkrahim transplantimin, se në atë formë e përkrahim vetveten, në atë formë i ndihmojnë njerëzit e të gjithë kategorive, sidomos njerëzit të cilët kanë nevojë jetike për organet të cilët në shumë situata nuk kanë mundësi që të kenë funksionim normal gjatë jetës së tyre të përditshme. Porosia ime është që duke ngrit vetëdia e të gjithë neve, përkrahim një proces i cili ka histori disa vjeçare, sidomos në vendin ton vitet e fundit, domethënë ka bërë një njohon shumë të madhe dhe në atë formë ne e kemi organizuar, e kemi mbarvajt gjithë këtë proces dhe dua që të potencoj se transplantimi nuk është vetëm një akt mjekësor, por në të njëjtën kohë është edhe një akt më i lartë fisnik, dhe duke e përkrah këtë proces, siç tham më herët, ne e mundësojmë jetën e disa personave të cilët në shumë situata pra nuk kanë rrugdalje tjetër. Nga të gjithë sferët shoqërore pra kërkoj një përkrahje pak më masive, kërkoj një vetëdijsi më të lartë, pasi që si vend, si sistem shëndetësor, ne kemi bërë shumë që ky proces të rrjedh ashtu siç ka rrjedh deri tash, por ja që në disa momente kemi ngec kur bëhet fjalë te vetëdia jon kolektive. Të ndihmohemi duke e përkrah këtë proces dhe siç tham më herët e ndihmojmë veten, e ndihmojmë edhe njerëzit të cilët kanë nevojë për jetë më të gjatë.